Atëherë të nderuara media, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu te Zahir Pajaziti në ditën e dëshmorëve të Prishtinës që me respekt e vlerësojmë jetën dhe veprën e heroit ton, Zahir Pajazitit, por edhe gjithë bashkëluftëtarëve të tij. Zahir Pajaziti me shok ishin ndër të parët që i dhanë kuptim rezistencës organizuar kundër regjimit të asaj kohe, madje shërbyen edhe si shembull i guximit, vendosmërisë në rrethana teje të vështira për vendin tonë. Kontributi i tyre nuk ishte vetëm kontribut gueril, ushtarak apo profesional, por ishte edhe kontribut moral, për faktin se ata ngritën lart shpresën që vendi jonë mund të ketë liri, mund të çlirohet dhe mund të jetë i pavarur. Madje ata shërbyen edhe si frymëzim që shumë të rinj e të reja t'i bashkohen radhave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot nderojmë jetën dhe veprën e heroit ton Zahir Pajaziti, gjithë dëshmorëve të Prishtinës, por edhe gjithë dëshmorëve të kombit. Institucionet e Republikës së Kosovës, sikurse edhe shoqëria jonë, asnjëherë nuk duhet ta harroj kontributin e tyre, sepse në fakt ishte kontributi i tyre që sot ne jetojmë në një shtet të lirë dhe të pavarur. Faleminderit shumë.